Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me zemër, kudo që të na ndiqni, duke uruar që kjo ditë të ketë plot mbarësi. Të ftosh në studio artist të mëdhenj, artist unikal. Është thjesht kënaqësi. Është një nder për mua edhe studion Mirëmëngjes Shkodër. I them këto fjalë sepse artisti që sot unë kam ftuar në këtë studio është shumë i veçantë. Me veprën e tij, ai tashmë ka fiksuar një portret unikal me artin e tij të mozaikut. Të pikturosh me gur është talent, mjeshtri, art në detajet më të imta. Përzgjedhje mrekullueshme, tonalitete, linja të jashtëzakonshme, të cilat formojnë portrete që janë të realizuara mjeshtrisht. E pra sot me mua në studio është artisti vizual, piktori i mozaikëve, profesor Miftar Cubi. Mirëmëngjes profesor, mirë se keni ardhur në studio. Ju përshëndes edhe unë, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Shkodër, mirëmëngjes Malësia e Madhe, është kënaqësi që unë jam me ju. Sa bukur, keni ardhur nga Tirana në Shkodër sot. Si shkoi udhëtimi, profesor? Me pak emocione, nga që për herë të parë do t'isha në Radio Shkodrën, edhe do flisja. Është kënaqësi e veçantë, më shumë se çdo gjë tjetër që unë jam këtu. Ju falenderoj shumë. Me që jam edhe nga Malësia e Madhe. E pra, në zonën tonë. Megjithatë, këtyre emocioneve besoj sot i bashkohet edhe ajo, ndoshta pak padurim për të takuar punët tuaja, të cilët prej 2 javësh kanë ardhur këtu në Galerinë e Arteve në Shkodër, ku ju keni hapur ekspozitën tuaj. Një ekspozit, e përsëris disa herë fjalën e veçantë, mjeshtrore, në Galerinë e Arteve në Shkodër nuk ka ardhur ndonjë ekspozit me mozaik, nëse nuk gaboj, dhe kjo jo vetëm për këtë fakt, por për mjeshtrinë e punëve që ju keni paraqitur dhe paraqisni. Me thënë të drejtën, ishte kënaqësi shumë e madhe kur në bashkëpunim me drejtorin e galerisë, fillimisht zotin Fatmir Juka, përshëndetje Fatmir. Ram dakordsi me që kisha detyrim moral për Shkodrën, për të hapur një ekspozit këtu, sepse Shkodra më ka ndëruar maksimalisht, duke mbledhur edhe titullin Nderi i Qarkut Shkodrës, Malësia e Madhe, qytetar nderi i saj. Edhe aq më tepër që në Galerinë e Artit të Shkodrës ato punët e mia rrinin mjaft mirë, me thënë të drejtën, sepse vetë interieri i galerisë e bën të mundur këtë gjë. I falenderoj së pari stafin e galerisë, cilët kontribuan dhe dhanë maksimumin e tyre që punët të rrinin mjaft mirë dhe të mbanin denjësisht njëra tjetrën. Kjo është më se vërtet unë si një prej vizitoreve, por jo vetëm unë. Tek shikon këtë punë, mrekullohesh. Ja afrohesh afër, dëshiron të prek çdo punim, të shohësh nëse këto gur ose perla do t'i quaj janë vërtet të tilla, mos janë të bëra, sepse ne jetojmë në një kohë ku çdo gjë mund të mundohet, mund të mendohet, bëhet hunda, e tjerë buzët e tjerë të njeriut, e jo më të jetë. Mos janë të ngjyrosura, por jo, kjo është një mrekulli. E janë tërësisht origjinale. E kam peshuar në një farë mënyre edhe punën si pesh, dhe më është dukur tepër e aksesueshme, diçka që të lidh emocionalisht me veprën, por edhe me materialin që
më duket se është 100% bio. Kjo është një mrekulli dhe nuk mund të shpjegohet ndryshe. Mrekullinë e keni ju, profesor. Faleminderit. Që është e vërteta, bukuria e këtyre mozaikëve nëse qëndron faktin se unë pikturoj me gur, pra thjesht gurin e marr në bregun e detit edhe nuk quhet më gur, pastaj e jap jetë, e kthej në vepra arti. Edhe gjithë mjeshtëria, si më thanë, është se unë i realizoj ato mozaik pa trajtuar gurin. Çka do thot pa thyer, çka do thot pa ngjyrosur. Sigurisht ka vështirësitë e veta, por kur realizohet pastaj një punë cilën unë kam dorë dhe e përfundoj, kënaqësia është jashtëzakonisht e madhe për mua edhe e harroj lodhin menjëherë. Unë dëshiroj të ndalemi pikërisht te gurët, tek ky material që bëhet tepër i manipulueshëm nga ju, por në radhë të parë dua të qëndroj tek arti juaj. Ai është tepër vetjak, ai është brenda jush. Ai mbase ka lindur me ju, patjetër që ka lindur. Po qysh herët është faqur tek unë ndjesia dhe dashuria për mozaikun, që është në vitet e parë të shkollës mesme në lice, në mënyra të ndryshme. Ndërkohë, ky zhanër, ky mozaik që bëj, që realizoj, e njoh me plam, si më thanë, gjithë Bregdetin shqiptar, edhe një pjesë të Bregdetit Malitzi. Po nuk është e thënë që këto gur të gjenden në çdo vend. Ka zona të caktuara, cilët janë ata gur që unë i kërkoj. Janë ato gur të masive që unë i kërkoj, pse jo dhe të ngjyrave. Përgjithsisht ngjyrat janë të kufizuara, por më japin kënaqësinë kur realizoj një mozaik. Po që të realizosh vepra të tilla artistike, duhet që ky material të pasoj përreth jush një skuadër të tërë për ta gjetur gurin ashtu siç ju e kërkoni. Me gurin jam shumë i lidhur. Guri është pjesë e jetës time, sepse është edhe një element, si më thanë, një shprehjes së forcës, i qëndresës. Nuk kam pas nevojë për njerëz të tjerë që ta gjej gurin përveç se bashortës time. E përshëndesim zonjën tuaj. Të cilën e kam pas vazhdimisht në krah. Dhe zanafilla që unë të nis dhe të trajtoj të lloj mozaiku, pikërisht ka qenë ajo që nuk duhet ja mohoj. Si ishte ai moment kur ju vendosët që vërtet ti përkushtoheni me dashuri? Është dashuri patjetër. Sigurisht. Momenti është ka herët, para shumë vitesh, dekadash, që unë boja plazh me bashortën time në Dhurmi, edhe e kam thënë edhe në emisione të tjera që kur shifsha ato gurët e bukur aty që i rrifte vala e detit edhe mershin atë ndriçimin në nënvezullimin e diellit, s'esh mu shkrep. Edhe aty bora një portret, një vajze të vogël, sigurisht, jo ajo nuk e kishe qëndresën se do prisheshe, do ta merrte dallga prapë me vete. Edhe puna e parë ime që ka qenë ajo është brenda ndet tani. Edhe bashortja ime pëlqeu shumë, më tha Cubi, merr një 2 kova edhe bëj një provë në studio. Kush e di në gjen kodin tanë. Ju deri atëherë punoni me penela? Punoja pikturë, kam punuar në artistike me gjeni në praktikën e shkollës, sigurisht kur isha fëmijë, po mozaikun e mirëfillt të kësaj natyre e kam filluar para 20 viteve, sa e takon që jo se janë pak, 20 vite janë goxha, dhe mendoj që kam arritur ato gjëra që duam. Kam marrë vazhdimisht duke perfekcionu. Dhe cila ishte puna e parë përveç vajzës vogël që ja dhurua detit? Pastaj ishte një vajzë tjetër e cila për arsye teknike edhe ajo u prish. Dhe më thonë nga çimentoja jo e mirë, nese, po këmgula vazhdova të punoj derisa fillova që
fillova që ta pëlqej veten në atë drejtim. Bëra disa punë, realizova disa punë, disa mozaik, derisa në 2002 hapa një ekspozitë në Tiranë bashkë me djalin, unë në mozaik, djalin në pikturë, kam edhe djalin piktor, shumë i talentuar. Edhe unë e përshëndes Ardit Cubi. Ardit, përshëndetje, suksese. Pastaj në Galerinë Kombëtare të Tiranës në 2004 hapa një ekspozitë e cila u prit jashtëzakonisht mirë. Kur pritet mirë ekspozita, ajo të jep shkas, të jep dorë, të ngarkon një peshë të madhe mbi supe që ta vazhdosh atë rrugtim. Edhe unë atë bona. Duhet ta theksoj patjetër që duke pas në krah bashkëshortën time edhe si menaxhere, ajo ka lobu shumë që unë ta marr atë titullin, si më thanë në thojza, piktori mozaikut. Sepse ka shetitur goxha nëpër botë dhe për ekspozita ka marrë pjesë shumë herë, edhe nëpër ekspozita tjera, për suksese më i madh. Mendoj se ka qenë kur unë kam realizuar vepra të figurave kombëtare dhe ndërkombëtare, cilat kanë shkuar nëpër destinacione. Fjala vjen kur kam bërë Nën Terezën, ajo ka përfunduar në Komitetin Olimpik të Kosovës, të cilët ja kanë dhuruar Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Lozan, në Zvicër, me shlirimin e Kosovës. Bona me shumë dëshirë portretin e ish presidentit Amerikan Bill Clinton, sepse dha një kontribut të vyer, të padiskutueshëm në shlirimin e Kosovës. I më shoqe loboj përsëri, se unë kisha menduar që ose një grua e zonja, shumë e zoja, është fat, është pasuri kur ke një grua të tillë. E përshëndesim me shumë zemër. Edhe portreti Bill Clintonit përfundoi në Amerikë në zyrën e tij, duke marrë njëkohësisht edhe një falënderim për realizimin e atij portreti mozaik mjaft mirë. Një të ngjallë kam bërë edhe me ish presidentin Bush, edhe ai portretin e ka po në zyrën e vet, në shtëpinë e vet. Edhe kur erdhi zonja Merkel në Shqipëri, më dha porosia që t'i bëj një portret, që do ja bësh një dhuratë, dha shumë dolli. Dhe zonja Merkel me shumë respekt për atë punë më dërgon një letër falënderimi. Ka plot vepra të tjera, të cilat gjenden në objekte të rëndësishme, siç është edhe Banka Qendrore e Shqipërisë, tek sala e muzeut që ekziston, muzeiku qysh në kohën e mbretit Zog, aty dhash edhe një kontribut në një pjesë të platonjerës. Janë nëpër qendra dhe nëpër figura shqiptare që mozaikët e mirrin mjaft mirë. Bashkëshorta ime ka një shprehje shumë domethënëse që me josh me bën që ta respektoj më shumë. Edhe e thot shpesh, unë e them më rrallë, po unë e them në vendet cilët e dëgjojnë të gjithë, siç është edhe rasti këtu. Ajo thot që nuk është e rëndësishme se sa shitet një vepër, e rëndësishme është se ku qëndron ajo vepër. Edhe unë e lidh këtë pastaj me pjesën time që sa është vepra ime në studio, që unë punoj, lodhem, ka një vështirësi jashtëzakonisht madhe, e kur e mbaroj është kënaqësia e realizimit të asaj vepre, unë e kthej mbrapsh e mbështes pas muri. Mund ta zej edhe pluhuri aty, derisa dikush e blen apo ja dhuroj, edhe përkujdeset me te. Sigurisht që kur e vendosin në muret e shtëpisë apo të zyreve ku ato janë, i merret pluhuri çdo mëngjes. Një mrekulli. E gjithë këto vepra të cilat kanë marrë rrugët e pasqyrimit në Shqipëri, por kudo në botë, në galeri, në pjesëmarrje të ekspozitave të shumta ku i keni marrë pjesë, në zyra të personaliteteve, kancelerive,
në pjesë të rëndësishme të salloneve, të institucioneve, e kanë pikënisjen pikërisht tek studioja juaj. Më thellësisht e kanë pikënisjen këtu, tek shpirti juaj. Si nis një punë për ju? Sigurisht unë punoj çdo ditë. Dhe nuk e mendoj asnjëherë se çfarë do ndodh me atë punë. Mund ta mbaj në studio, ta thash edhe pak më përpara, mund t'ia dhuroj dikujt. Po edhe mund ta shes familja, sigurisht kërkon që respekt edhe mund dhe djerës për ta mbajt për qëndruar. Po unë desha të them diçka në lidhje me origjinën time, që jam nga Malësia Madhe, që është nderi kombit, që kanë nxjerr shumë figura, trima, shkrimtar, artist, futbollist, sportist. Desha të përmend për shembull piktorin e shquar, Gjelosh Gjokën, ndjes past, që ka zhvilluar një aktivitet jashtëzakonisht të madh që ka dhënë vlera e artit shqiptar. Ka qenë një gur themeli. Aktivitetin e tij sigurisht që ka zhvilluar në Gjermani, unë kam pas rastin dhe fatin që takova me atë. Po janë të tjerë, siç është Vasil Rakaj nga Malësia Madhe, i cili ndodhet në Amerikë tash me familjen e tij dhe ka punuar dhe vazhdon të punojë atje, duke vendos veprat e tij në sheshet qendrore të New Yorkut, siç është për shembull Nën Tereza apo Martin Luther Kingu, dhe vazhdon të punojë me dinjitet, i cili ka bë emër dhe i ka zbar faqen Malësisë Madhe dhe Shqipërisë mbar. Normalisht që duhet të thonë, sepse Malësisë Madhe të nxjerrësh pa vlerat e këtyre njerëzve, ka një merit të veçantë edhe kryetari i shoqatës Malësisë Madhe, zoti Ilmi Kurti, i cili ka bërë disa vëllime voluminoze ku kanë nxjerr vlerat e më të mira që ka Malësia Madhe, që lidhet me historinë, me trimëritë e tjera. Profesor, ju përmendni me shumë respekt, dhe kjo është e ligjshme, vendlindjen tuaj. Keni qëndruar një pjesë të voglisë suaj, apo jeni larguar shpejt nga... Jam larguar shpejt, kam qëndruar shumë pak në Malësitë Madhe, në Koplik, për arsye sepse qysh fëmijë kam mbet pa prindër, janë ndarë nga jeta, shumë të rinj, edhe nana dhe baba. Dhe pastaj jam rritur ndjes paçin. Ndryshe, duke shëtit në për qytetet tjera të vendit. I dedikohem shumë vllajt tim të madh që ndjes pas edhe ai që dekur kam mush moshën dhe kam dalë në jetë, ajo shkujdes për mua. Pastaj ishte gjithçka bashortja ime që u lidha me të në moshë shumë të re. Me thënë drejtën e kemi përballuar jetën tamam si dy gur. Sa bukur. Unë kam shprehje atë, sepse guri është qëndres, është i fortë. Guri përmendet shpesh, guri Sokakut, guri Varrit, guri Besës. Të gjitha këto më bëjnë dhe më drithërojnë, edhe e përgëzoj veten bashkë me bashortën time që ja kemi arrit qëllimit në jetën tonë. Nga Malësia Madhe thash jam larguar qysh fëmijë, pra i vogël, por e ndjej veten jashtëzakonisht komod, të lumtur, edhe shumë mirë që Malësia Madhe mua më ka vlerësuar. Kush i ka vërejtur më së hershmi prirjet tuaja artistike? Sepse në një farë mënyre për një fëmijë, një artist të ri, duhet të ketë një drejtim, një mbështetje për të vijuar një rrugë. Në gramat e fundit të babait tim, kur unë isha pa hyrë në shkollë në klasë parë, ajo shifte që unë merresha me vizatim, zhgarravisja fletorët e vllajt e dy vëllezërve që janë më të mëdhenj dhe të motrës time, shpeshherë bile nga që kushtet ekonomike kanë qenë shumë vështira, nga që zhgarravisja ato fletorë që ndashin për gjysmë me gërshan kështu, edhe ato
Unë me larë se shgëravisja ha edhe da jak në herë në një shpull nga ato. Por baba im edhe një japër se sa di se që nuk mund të harroj kur i tha vllajt të lutem e ke amanet mëftarin që ta çosh në shkollë. Pra i bie që unë kam lindur bashkë me pikturën, qysh fëmijë. Edhe kam pas edhe momentet cilat në jetë jam divorcuar, si me thamë në tojza, për arsye të viteve të vështira të jetës time. Po prap do ta citoj bashkëshortën time që më thoshte mos hiq dorë nga arti, se do vi një ditë që do shkëlqesh. Ndjeheni me fat që jeni rrethuar nga njerëz shumë dashamirës. Në radhë të parë me krijimin e celulës familjare e më pas sigurisht ajo mbani familja është gjithçka që e mban njeriu. Aq më tepër kur është fat që ke një bashkëshorte të tillë, kur ke edhe 2 fëmijë të shkëlqyer, jam i sigurt që ato më ndjekin i paqen me jetë dhe me sukses. Por me vlerësuar malësia madhe me vlerësoi, domethënë pikrisht këto kohët e fundit, masi pan se çfarë po jap unë. Duke më dhënë edhe titullin qytetar nderit, po unë njëkohësisht edhe Shkodra, që falenderoj shumë, sepse Shkodra e malësia madhe janë një. Unë jam mënuar dhe jam shkolluar me shumë sakrifica. Mas marrimit liceut u shkputa shumë vite, sepse edhe bashkëshortja ime ishte rritë nga një familje me biografitë asaj kohe jo të mirë. Punuam në ndërtim me gjithçka tjetër, emigruam jashtë, u kthyem dhe unë detyrimisht i kisha vu vetes qëllim të realizojsha ato ëndra që unë kisha. Dhe vazhdova shkollën e lartë, Akademinë e Arteve, e pas saj u emërova në liceun artistik mësimdhënës pikturë. Isha i pakënaqur prapë me atë shkollë, isha i hetur dhe vazhdova masterin, por ndërkohë në Shqipëri nuk kishim master, e bora në Prishtinë. Përsëri vazhdova dhe doktoraturën, që e mbrojta mirë, shumë mirë. Edhe nuk kam sistem tjetër, është një mesazh, domethënë, edhe për fëmijët e mi, për familjen time, një realizim i ëndrave të mia, një respekt për prindrit e mi, respekt për njerëzit e mi që kam në malësit madhe, sepse aty kam fisin tim, kam varret e prindërve. Unë jam nip në aliej të Kastratit. I përshëndes shumë ato dajat e mi, që kam një lidhje jashtëzakonisht fuqishme me ato. Profesor, ju keni kaluar në të gjithë këto faza të formimit, të shkollimit, të çdo gjë që ju ka bërë mjeshtër. Në fakt, mozaikun e keni studiuar, mësuar në shkollë, apo ishte një tërheqje juaja për ta aplikuar këtë lloj arti? Unë do ta ndaja në 2 faza. Ajo faza e parë thjesht ta citova më përpara, muajin e parë në lice të vitit parë, ishte praktika mësimore që bëm në artistik e migjeni dhe atje më tërhoqi ajo që punojshin me kasht, ato aplikacionet kështu. Pastaj në Akademi të Arteve unë vazhdova për degën monumentale, që është mozaiku, vitrazhi, afresku, piktura monumentale, gjithçka tjetër. Edhe aty u përqendrova te mozaiku. Sigurisht mozaiku është i hershëm, është në Romën e Lashtë, në Greqinë e Lashtë, dhe këtu janë mozaichistë edhe sot që e ushtrojnë me gurët industrial, cilët janë mjeshtra. Po kjo që bëj unë është veçantia. Më ka ardhur mirë kur disa piktorë, skulptorë në ekspozitën time të parë kanë thënë fjalët më të mira, të cilat i kam cituar edhe tek katalogu. Ky është një katalog i jashtëzakonshëm. Një dhuratë që na e keni sjell në studio sot, dhe për ta parë duhen orë të tëra, jo të një dita, po të shumë ditëve. Sepse aty derdhet një punë e jashtëzakonshme, një mjeshtri
e madhe, shumë e madhe. Kam përshtypjen se mozaiku është një vizatim që s'pranon kohën ta fshish. Ja, absolutisht. Nuk po hysh në teknikalitetin e saj, pastaj ka procedurat e veta, të cilat i largohen atij mozaikut klasik. Mënyra se si punohet. Unë kam gjetë mënyrën time. Pra, këtu është e gjithë veçantia ime, për cilën është shumë personale. Pra ne edhe ju është dukur sikur është atë çilë se keni ju dhe mbani me fanatizëm. Profesor Montazdrami shprehet që vlera këtyre mozaikëve qëndron faktin se artisti piktoron me gur. Ose profesori i nderuar që unë i kam miq, Hector Dule, shprehet se Meftar Cubi është avangard. Absolutisht. Të janë fjalë shumë të mëdha edhe përgjegjësi shumë e madhe për mua, gjatë për cilën më detyron që të vazhdoj akoma të punoj dhe të sjell gjëra të reja. Profesor, nuk e di, në Shqipëri nuk kam parë një artist të tillë që të vizatoj në një mënyrë të tillë. Jo, mos u mundo as në Shqipëri edhe më shumë. Edhe më gjatë. Edhe më shumë nuk punoj në këtë, sepse ka shumë arsye, po arsyeja më e madhe është koha që të han, domethënë të shkosh të kërkosh bregun e detit është si djesh gjilparë në kasht. Është shumë e vështirë, po unë e kam bërë këtë me shumë durim bashkë me bashkëshortën time. Dhe ju e bëni vazhdimisht? Dhe bëj vazhdimisht, edhe në dimër. Edhe në dimër shkojmë breg detit, pra jo vetëm për plazh, po shohim ekspedit e veçantë. Ekspedit, edhe gjejmë gurët, dim ku janë gurët me ngjyra, dim ku janë ato gurët në mallësi të ndryshme, rrumbullak apo. Po faktikisht mua më bën përshtypje se si mund të gjinden të tillë gur pak a shumë në një punim janë të njëjtës matësi dhe me nuanca të jashtëzakonshme. Ne kalojmë pranë bukurisë dhe se shohim, ndërkohë që një artist si ju i ka të evidentuara më së miri. Normalisht kjo pastaj është dhunti, është fat që ta jep Zoti, e lidhur edhe me zotësinë, me durimin. Domethënë jam i kalitur për këtë. Unë e kuptoj që në art nuk ka 2 + 2 bëjnë 4, por megjithatë do të bëja një pyetje jo shumë profesionale. Nëse marrim një punim tuajën, harxhon shumë kohë për të? Shumë. Po të marrësh kostën kohore që të nisesh nga Tirana me qëllim deri te Bregdeti jon që shifet Konispoli dhe të përfundosh në derdhjet Bunës dhe pastaj të vazhdosh Malit Zi nga Ulqini, Petrovaci, Budva, e deri në Kotor, paktën minimalisht që kam qenë. Po thuaj e njohim Bregdetin me plam. Ta thash dhe një herë që Bregdeti jo gjithkund i ka mundësitë, i ka këto ngur. Për shembull është plazhi i Generalit, nëse e keni në gjura. Ato janë ngur, të cilët janë si monedha, që janë rrumbullak, të ngjyrave të ndryshme. Ku ndodhet? Në Durrës. Në Durrës. Në ata në Durrësit, plazhi i Generalit quhet. Gurët të tjerë fillojnë qysh në Ksamil, pastaj edhe në Dhërmi e kudo tjetër, sidomos Bregdeti i Jonit. Në Shën Stefan janë gur me ngjyra, pa janë me sasi jashtëzakonisht vogla. Me sasi të vogla, pra në gjitha të Bregdet mund mbledhish një grusht me ato gur, dhe këtë e kam bërë bashkë me bashkëshortën time që e kam kursyer, kam gjetë dikun që për shembull ku kam trajtuar atë legjendën në përshtatje të Mujt dhe Zanat, që janë ato gurët e ngrohtë, është disa portrete të tjera. Pra, kosta e kohore plus shpenzimet, nafta, hoteli. Po kur ju e sillni pasurinë në studio. Tashti ka dhe një zgjedhje tjetër. Ka përzgjedhje disa herë, ka përzgjedhje disa herë tjera, dhe ku e vendos pastaj që realizoj gjithë mozaikun, rri e shoh ku janë ato gabime përpara se sa t'i hedh betonin sipër, e korrigjoj edhe një herë
aty ku mendoj se duhet korrigjuar, dhe pastaj rri rahat. Ka punime të jashtëzakonshme, një numër shumë i madh, gjë që do të thotë të punosh natë ditë, mbase edhe është vështirë që të dalin koha. Megjithatë, këto punime, siç tham, kanë mbushur sallat e galerive, pjesëmarrje në ekspozita ndërkombëtare, punë që dhurohen, punë që shiten, por Punë dhe që punë që mbahen në studio. Cilat janë ato punë që ju nuk i shisni, nuk i dhuroni, i mbani si dashuri të vërtet të veçanta brenda vetes? Ato ai mendim lind për shembull gjatë realizimit të atij mozaiku. Unë zakonisht edhe konsultohem me disa shokë dhe miq të mi. Edhe përpara se sa ti përfundoj i çoj gjatë procesit punës, edhe më shkruajnë për shembull që kjo punë duhet të qëndrojë në studion tonë, profesor Cubi. Edhe është janë mendimet sinqerta. Edhe këtë bëj. Pastaj thash edhe më përpara që janë punë të tjera të cilat meritojnë shok dhe miq që t'ua bëj dhurat. Ato kanë kënaqësinë kur ndodh një fenomen i tillë, po sigurisht që edhe i shes. Në fakt, kur shikon në një sy, ndoshta jo shumë të stërvitur edhe profesional, por të një vizitorit të jashtëzakonshëm, nuk ka si të mos vëresh ndërtimin e mozaikut, fizionomin e portretit, indet muskulore të fytyrës që kanë një rrjedhoj logjike, nuancat dhe tonet nga më të hollat. Më duket gati e pabesueshme. Duhet t'i njihni të gjitha këto lloj anë të dijes, anatomin, donacionet e ndryshme, subjekti i cili natyrisht çdo personazh ka një gjendje të veçantë, emocionale. Të kuptoj, pra ne edhe psikologjin, pra. Të kuptoj, pra ne edhe ky mozaik ka ato vlera për cilët ne po diskutojmë. Jo vetëm ne, po edhe kritika që kritikon kanë shkruar, kanë folur me superlativa, që është e vërteta. Tani mënyra se si punoj, se si i realizoj, thash që ka atë veçantinë e vet, ka kohën e vet, sigurisht që e njoh portretin, njoh edhe ato krijimtarin time, si më thonë, të nudave i ndar. Kam punuar portrete për shembull me kostumet popullore të krahinave, duke filluar qysh tu tek ne, tek Malësia e Madhe, deri në zonat e tjera. Kam bërë portrete të figurave, cilat meritojnë që t'i glen në mozaik, si më thonë. Figura historike, të historisë sonë, të cilat kanë zënë vend edhe në Galerinë e Arteve, në ekspozitën tuaj të fundit. Sigurisht, po. Të desha të them që krijoj një farë larmie. Edhe ato punë cilat unë i mbaj në studio, nuk është se janë të sasirave të mëdhaja. Pa ama ato punë që kam, mendoj që mos i heq kurrë. Dhe më thënë, ato përbojnë edhe ditarin tim të hershëm, të kohës. Stacionet më të dashura të udhëtimit tuaj artistik. Natyrisht, në jetën e çdo njeriu, po të një artisti ka sfida. Ju i keni kapërcyer dhe keni pasur fat që në krah të keni një njeri shumë të dashur, i cili ju ka mbështetur dhe ju nxit hap pas hapi. Keni pasur ndonjë moment ndoshta dhe dekurajimi, lodhje, edhe keni thënë po e le. Ose po e le disa ditë. Jo, nuk është shumë e vështirë gjesh një ditë që unë nuk shkoj në studio. Është shumë e vështirë. Nuk kam se si ta kisha ndjesin që dekurajosha asnjëherë, me që
unë ja arrita asaj, i dekorajuar, i mërzitur, i stresuar, kom qenë më përpara kur isha në martanesh bashkë me bashkëshortën disa vite, po pasaj kur ja hyna rrugës tamam të artit mirëfill, të shkolluar, e profesionist, e diçka tjetër, nuk kisha kurse si të dekorajohesha, përkundrazi, edhe tashi jam i jetur për të punuar. Dhe më thanë në këtë gjini, në këtë zhanër. Ju jeni profesor në Universitetin e Arteve? Jo, kam qenë mësimdhënës në liceun artistik, jepja pikturën dhe vizatimin. Nuk kam qenë... Por gjithsesi keni pasur të bëjmë me artistët e rinj. Po sigurisht. Çfarë tërheqje kanë pikërisht artistët rreth një arti të tillë? Unë kam pas marrëdhënie shumë të mira sepse në profesionin e mësuesit kam pas vite tana, rreth 40 vite. Gjithmonë mësues kam punuar edhe në liceun artistik, ashtu kam qenë. Marrëdhëniet e mia, sidomos në liceun artistik me nxënësit kanë qenë shumë brillante, shumë të afërta dhe jam munduar që të jap kontributin tim maksimal për ato nxënës të cilët të ishin kanë qenë prurje për Akademinë e Arteve. I keni përcjell me shumë dashuri. Sigurisht, jo vetëm me shumë dashuri, por edhe me shumë aftësi. Kanë marrë shumë nga liceu. Kanë shkuar në Akademinë e Arteve, të cilët janë diplomuar atje, dhe sot e kësaj dite, domethënë unë kam marrëdhënie shumë të mira me ato që janë edhe nëpër botë. Edhe kujtohemi me njëri tjetrin. Pra, unë kam thënë çfarë kam mundur. Kam mbajtur për vete çfarë kam mundur dhe atë që kam mbajtur për vete unë e kam shprehur, nuk është se domethënë nuk e kam... Fakti që je një unikal në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në një rreth akoma më të gjerë, kufish, vendesh, ju gëzon, apo në një farë mënyrë edhe ndjeni pak nuk po ju ndjek njëri në artin tuaj për momentin të paktën? Jo, mërë jo. Arti është si një lop pleqi, lumaj që e miel dhe i merr më shumë ushqim qumësht. Unë atë bëj, kam pjesën time dhe nuk kam se si. Mua më vjen mirë që shok, kolegët mi, miqtë mi, merren me mozaik në forma ndryshe. Po në këtë formë asnjë? Jo, në këtë formë jo. Nuk i di arsyet, le të merren, është të hapur, nuk e kam të privatizuar këtë lloj mënyrë, por në art ka një sekret, si më thanë, që po gjete kodin tanë, ke çelsin sekret, dhe më thanë që nuk hap çdo derë. Natyrisht. Kështu që të që kam unë, nuk besoj se do tentoj dikush, dhe më thanë që ta marri, çfarë t'jap unë është punësia ime, thash dhe një herë që gjërat janë ngërshetuara, mundësit janë pafundme. Keni ndonjë punë që me të cilën jeni shumë i lidhur, që ju duket kjo është kryevepra, apo këto punë zakonisht mua më ka thënë një gazetare që bëna një pyetje që diçka naive kur erdhi në studio. Thash, kush pëlqen nga këto? Tha, cubi këto tha mbaj njëra tjetrën. Pra sigurisht që punët nuk janë gjitha njësoj, por mbaj njëra tjetrën. Nuk kam në një diçka kështu që kjo rashe vdikja se s'ja ka lënë askush tjetër. Dhe me thonë, her pas herë është si gara atletikës që lejnë pas njëra tjetrën. Kjo është një stafete jashtëzakonshme. Sigurisht. Punësh dhe arritjesh. Profesor, ju thatë që kjo marrëdhënie është e vazhdueshme, ditë pas dite. Ndjeheni keq nëse një ditë nuk shkoni. Është e pamundur të gjeni një ditë që nuk shkoni në studio. Jo, nuk është tamam kështu. Sigurisht që në studio unë shkoj herët. Edhe shpeshherë, bile shumë herë drekroj edhe aty, gjëna të vogla, pastaj ndarshëm lidhem me familjen. Po shkoj, punoj çdo ditë. Edhe nuk jam mërzitur kësaj. Nuk jam mërzitur. Atë ditë që ju ishit në hapje të ekspozitës suaj këtu në Shkodër, të nesërmen patjetër që jeni takuar me punët tuaja dhe me një projekt që ju keni.
A mund ta zbulojmë paksa çfarë keni në dorë? Tani me thënë drejtën, e kam bo, edhe pse shkoj në studio nuk do thotë që merrem vazhdimisht me mozaikun. Bëj edhe punë tjera. Është procesi. Për shembull, ishte shumë kënaqësi kur hapa ekspozitën këtu dhe u hapën punët, sepse aty në studio nuk e kam shumë të madhe dhe punët disa rinë të kthyer janë të ngjeshura si sardele me njëra tjetrën. Kur i pash të hapura shumë kisha kënaqësi. Më dukeshin sikur si ishin punët e mia. Po pastaj studio kishte nevojë për punë tjera që mund t'i quajmë ordinere, jo një lyrje, jo një sistemim të materialeve, gjërat të tilla. Kjo është e gjitha, nuk unë sigurisht tani me mbylljen e ekspozitës që do t'i çoj t'i sistemoj në studio, disa do shpërndan në destinacione ku janë projektuara dhe unë do vazhdoj të punoj prapë. Krijimtaria është e pafundme, është si ta them unë, është si një grua shtatzan që vetëm rritet, por nuk lind asnjëherë. Ma ka thënë të shprehë një artist i madh në Greqi. Besoj se keni marrë shumë mirënjohje nga njerëzit. Keni shumë tek ata që ju vizitojnë, tek ata që kanë punimet tuaja përpara. Po, ma kanë shprehur me shumë sinqeritet, edhe kuptoj dashamirësinë e tyre. E kuptoj, domethënë, ata janë jashtëzakonisht të kënaqur me punën që bëj unë. Pra, shpeshherë aty u duket sikur i bëjnë ata këtë lloj punësh, ndjen një krenari, ndjen një lidhje me artin. Nuk është fakt. Domethënë, qoftë një gazetar apo gazetare, qoftë apo një operator, çfarë të them unë ty, një shkrimtar, kur flet për mozaikët e mi, domethënë ato fjalë nuk i gjej dot unë, i gjejnë ata me shumë madhështi. Kjo është kënaqësia që dhuron arti juaj. Ajo pjesë e vogël e vlerësimit që gjithë secili mund ta thotë në mënyrën e vet, por që qëndron në një emërues të përbashkët, që lidhet me vlerat që ju paraqesin në artin tuaj, unikal, të jashtëzakonshëm, magjik, që ju e keni gjetur, e keni rrëmbyer dhe qëndroni i mbërthyer pas tij. Profesor, ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Besoj se shpreh edhe mendimin e të gjithë atyre që na ndoqën në këto momente, por më së shumti të gjithë atyre që janë takuar qoftë edhe një herë me magjinë e këtij arti, që e kanë prekur, kanë dëshiruar ta ndjejnë në bulzat e gishtave, ta shohin më së brendshmi dhe ta perceptojnë ashtu siç perceptohet një vepër arti në mënyrën e gjithë secilit. Uroj jetë të gjatë, suksese pafund dhe këtë dashuri të madhe e cila lidhet me punët tuaja, por edhe me një koproduksion që ka rreth jush njerëzit tuaj të zemrës. Edhe unë ju falenderoj shumë, është një ndër kënaqësitë më të mëdha që unë kam që isha këtu me ju në Shkodrën time, në malsinë time. Ju falenderoj pafund, suksese gjithmonë profesor. Faleminderit. Ju falenderoj përzemërsisht. Edhe unë ju.